Diktin e gjykatës, unë jam jurist. Derisa të vendosë gjykata, ata janë të pafajshëm, nuk ka bërë në gjë. Kam prezumimin e pafajësisë. Patjetër. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje dhe që, si thuash, kam dashur të krijoj mendimin tim, lidhur me Hashim Thaqinës që e morën nga zyra në helikopter. Është një marrje, një arrestim tepër flagrant. Dhe që nuk i takon një kryetari shteti apo një kryetari qeverie të trajtohet kështu. Vish për dallim prej tjerëve, prej kasopit të balkonit Slobodan Milošević, krerët e ushtrisë krimtare tut janë vetëdorzu. Domethënë kjo tregon në një farë forme që ne jemi të pafajshëm. Absolutisht. Trimi dorëzor shkon para gjykatës. Edhe i pafajshëm, mendoj që edhe i pafajshëm. I pafajshëm, po se po shiko, trimat përgjithsisht nuk bëjnë krime. Trimat janë në mbrojtje të tërësisë toksore dhe të terrenit të popullit tyre. Krimet i bëjnë frikacakët, frikacaku vret. E di pse kafshon ngjarë për se trembet. E vërtet. Musa, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit, mirë se Apo pajtuesh me profesorin se i ka posë deklaratat gëzimshme për sonte pak i ka më të buta. Të prët zotit ligat, mos thuaj më i ka bërë. Thuaj qarkullojnë si kur ka bërë disa deklarata që në fakt sonde i qartësoj. Kështu të thuash. Po ishta kësha të rekë vëmendjen të ato media, që ta shtrembrojnë fjallin e lirë, s'kisha propozu me shkumo, se i avokat. Ti dush me ndjek drejtësinë, jo shtremësi. Na për shembull jemi media, po kur nuk thojmë za që Islami ka thonë që Sadria do të fluturoj, se s'ke thonë. Asnjë nga mediat ku kam shkuar unë nuk ka shëmruar fjalët e mia, më gjeni një. S'ka? Jo. Atë pas ke thonë çështu që është, pra? Jo. Merri shikoj se e ke origjinale. Po ti, ose janë dy sene. Ose i ke thonë çështu që po thamon, ose ti kanë shtrembruar. Më thuaj një medie që ka shtrembruar fjalët e mia ose që ka thënë ndryshe nga këto që thashun sonde. Unë kam po titull që ma ke dërguar aty që ke thonë pak është me dënu 45 vite Hashim Thaçi. Që të vësh një titull të tillë që e hoqim dhe merre shikoj se e kam marrë telefon dhe e kam thënë zotërin nuk kam thënë kështu. O thuaj reale ligjërat të drejta që kam thënë unë ose fshije dhe e hoqi, e fshiu. Bravo. Domethënë pas ka media që pas ka vendosur Gazetarët mund të bëjnë 500 gafa sa e duan, po unë jam i gjallë. Po të kisha vdekur unë do me të shinesua të fjallë. Ka media, unë e gjeta një media. E gjete një media dhe ajo media e hoqi me reshikoj. Po, e këm po. Apo do taj këm të nëzirë. Po, ja, e këm po, është të vërtit. E hoqi, Aja dhe pa, që shkje. Jemi të qartë. Po, Musa, faleminderit që e e na falë që... Mirë se zjede, faleminderit për i profet edhe avokati ju në nderuar. Faleminderit. Unë e vesh vetë mi i besoj ka pak edhe syme, unë e kom dëgju se e ke thonë. Ke dëgjuar mua? Po. E kam thënë si? Po, e ke thonë, e kem. Si, ma thuaj. E ke thonë, 45 vjetë o pak me dënu Hashim Thaqin, ke thonë. Kam thënë, po ka një fjallë tjetër para saja. Në s'po du me hinë në tem, po ke thonë. Dale, një minut, dale, një minut. Jo, nuk e në gjysh ty, ato kem se e kom dëgju, si ke thonë. Mos e shkëput, të lutem. Se jemi burra, nuk jemi tash unë du me thonë rëfimin tem. Them, në qofë se kanë bërë krime në popullsinë e Kosovës, kanë thënë gjatë luftës, po, pak e kanë ajsa. E ke thonë, po dhe, e ke thonë, ashtu ke thonë. Po, kështu. Qashtu, bashkë original dhe ule. Okej. Une, një italian tha, Musa, tha e kom një djallë very inteligent. 3 vjet i ka, tha, po shumë inteligent. Tha, qysh mujti ti me zbulu ato 3 vjesh, që është kash inteligent, tha, po, tha, si të ka fërtjerë në nëzet, tha, filën shën. Tha, është mjenë mje që ishe ke zbulu. Edhe ti, zote e avokat, me se në shë fërtjerën, ma si për ta djek duhen, po kupton jo. Të lutem, mos më krasim me mua. Na, ti, mos më, vesh ta thëmë në ato teme, ndo një të pres ty, s'ka problem, so ka na ik. Unë e këtu jam, ekstra për misionet tua që i ke dhonë fjalimet tua, unë e marë mu ballafashu me ty me të vërtetën. Të bësh opozitën ndaj meje, shumë faleminderit. Që sa nda sandash? E kum prek luftën me dorë, e kum përjetu luftën edhe lirin. Ka erdhëm rrugës, thash amon mërzët. Edin ky plak, Niko ishe i ri, Niko, më kujtohet. A je shqiptar? Shumë duket. Mirë, që je shqiptar. Na si luftet